Kryeministri Edi Rama mori pjesë në samitin Shqipëri-Izrael, ku bën bashkë rreth 40 kompani inovative izraelite me fokus sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë dhe rajonit. Në fjalën e tij, Rama vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve, duke theksuar lidhjet historike mes dy popujve. Ai u ndal edhe tek sulmet kibernetike iraniane ndaj Shqipërisë, duke i lidhur ato me strehimin që Tirana u dha mira iranianëve të opozitës. Sipas tij, regjimi iranian reagoi ndaj këtij veprimi, duke sulmuar infrastrukturën digjitale shqiptare dhe sistemin e shërbimeve online të ndërtuar ndër vite. Krye i qeverisë shqiptare theksoi në fjalën e tij se Shqipëria mbetet një vend pa antisemitizëm edhe e ndjen veten një shtëpi të dytë për hebrejët. Jemi shumë të lumtur që jeni këtu e që mund të shohim se çfarë mund të bëjmë së bashku më tej. Personaliteti i parë izraelit që vizitoi Shqipërinë ishte Shimon Peres, nëse s'gaboj, në vitin 1993. Më kujtohet sepse mbajti një konferencë për shtyp dhe dikush e pyeti. Zoti Peres ishte ministri i jashtëm aso kohe. Vini nga një vend i vogël, me një histori që në disa pjesë të vetat ngjajnë me historinë tonë, sepse keni qenë një vend mjaft rural, tashmë jeni bërë një vend shumë i fortë. Çfarë këshille do të na jepnit? Shimon Peres tha diçka që unë nuk e harroj kurrë. Tha, nuk mund t'ju jap këshilla, po thjesht një kujtesë. Mund të bësh omlet nga një vezë, po nuk bën dot një vezë nga një omlet. Historia jon e ndryshimit dhe e ulje ngritjeve ka qenë histori të bërit omletave dhe përpjekje për të nxjerrë vezë prej tyre, kështu që kemi bërë gabime, kemi mësuar nga gabimet, jemi përpjekur të bëjmë më mirë. Dhe unë besoj se kjo marrëdhënie që unë dëshiroj të forcohet dita ditës me vendin tuaj dhe me popullin tuaj